Unë vetëm kam një pyetje që ndërlidhet me këtë çështje, po mendoj që duhet të përgjigjen ai pushtet i cili e ka leju këtë problem. Pse partnerët e tij të koalicionit e kanë leju këtë gjendje të ndodhën? Unë nuk konkurroj përgjithësisht as prokuror që të marrë dikë në pyetje ta pyes pse ka lejuar. Gjithmonë kam qenë kundër ndërtimeve dhe vazhdoj të jem kundër ndërtimeve pa leje. Do përdorim të gjithë autoritetin që ka institucioni i komunës, por edhe të gjithë organeve tjera ligjzbatuese në qytet, me qëllim që kjo dukuri e cila nuk i jep hapësirë qytetit për të zhvilluar qoftë turizmit apo sferave tjera të zhvillimit, do duhet të ndërpritet urgjentisht. Unë vetëm kam një pyetje që ndërlidhet me këtë çështje për Ilirianin. Fillimisht mendoj që duhet të përgjigjen ai pushtet i cili e ka leju këtë problem. Ky është problemi më i madh të cilën e trashëgon Dibra. Dhe problemi më i vështirë të jemi të sinqertë për ta zgjidhur. Unë kam një pyetje për Ilirianin, pse partnerët e tij të koalicionit e kanë leju këtë gjendje të ndodhën deri në këto përmasa, ku qytetarët kanë vetëm 2 ose 3 rrugica të vogla për të shfrytzuar liçenin e tyre, që është një aset i qytetit i gjithë popullatës. Ilirian? Unë nuk konkurroj përgjithësisht as prokuror që të marrë dikë në pyetje ta pyes pse ka lejuar. Unë konkurroj për atë se çfarë do ndodh në 4 vitet e ardhshme. E kanë bën llogaridhënës për ato ndërtime, Ilirian? Sigurisht që këto lloj ndërtime nuk janë vetëm në Dibër. Ne duhet ta kemi parasysh, nëse fisniku më pyet mua se ka lejuar ndërtimet pa leje në Dibër, unë do e pyesja se ka lejuar ndërtime pa leje i Zetmexhitit të 150 ndërtesave në Çajir. Ne jemi këtu për qytetin e Dibrës dhe nuk jemi për qytetet tjera. Në qytetet tjera mund të marrim edhe shembull suksesi, mund të marrim edhe shembull dështimi, qytetarët e asaj zone do vendosin se cilin do votojnë. Unë flas për qytetin tim të Dibrës, i cili më dhimbset më shumë se çdo qytet tjetër. Faleminderit. Edhe diçka, nëse më lejohet, fatmirësisht nuk kam asnjë familjar, asnjë shok, asnjë të afërt që ka ndërtuar jo vetëm të bregu i liçenit, por askund tjetër që kështu nuk kam ndonjë konflikt interesi ndaj asaj zone. Bashkëpartijak? Jo, nuk besoj si kam. Patjetër që çdo njeri ka, edhe ky edhe ne, jemi të sinqertë, por këtu mirret përgjegjësia si individ. Edhe nuk ka seleksionim a është vllai jem, baba jem. Përderisa unë si kandidat nuk kam ndërtu, edhe zotohem se do veproj jo në mënyrë kolektive dhe komfort ligjeve për të gjithë, kjo vlen për pa marrë parasysh për të gjithë personat, edhe këshilltarët, edhe familjarët, edhe shokët edhe të tjerë. Jo, nuk thash që ka ndërtuar fisniku. Vetëm arsyetova vetveten, jo fisnikun që deshat.